Ne kërkojmë qasje serioze në daljen nga ngërshi politike. Absolutisht nuk pres asnjë gjë ndryshe prej herave të tjera, sepse nuk mund të ketë ndryshime nëse nuk ka ndryshim të rrethonave. Ne nuk po shohim që ka ndryshim të rrethonave, besa nuk po shohim as qasje serioze për me ndryshuar diçka. Si shihet nuk ka kurfar urgjencë, ne po vim këtu çdo 48 orë, është absurde. Unë e kam quajtur një ditë edhe turpshëm, ju thon të drejtën, sepse kjo kështu para qytetarëve edhe neve po na bën me undi shumë keq. Të paktën këtu seanca 48 orë janë me rregullore. Absolutisht. Tjerë edhe vetë deputetët e kanë marrë dhe kanë hartuar të rregullore çdo 48 orë. Ideja e këtyre seancave 48 orë është me i bë presion të gjithëve partive politike në mënyrë që me dalë prej situatave të ngërshit politik. Por po shihet që këto seanca 48 orë nuk po e japin një rezultat të tillë. Andaj ne kërkojmë qasje serioze në daljen nga ngërshi politike. Qasja serioze nënkupton komunikim. Komunikimi partisë të parë që i ka fituar zgjedhjet me të tjerët në mënyrë që me dalë prej ngërshit. Partia parë ka ftuar partinë e juaj për me komuniku, por një gjë tillë është refuzuar. Vetëm tonën ne presim që me ftuar të tjerat. Le të vazhdon me të tjerët, ne e kemi refuzuar. Ne dëshirojmë me qëndruar në pozicionin ton, sepse ekziston një hendek shumë i madh në mes të LDK-s dhe lëvizjes vetëvendosje, të cilin hendek e kemi shpjeguar shumë herë me radhë. Dhe ne nuk edhe partitë në çfarë forme doni komunikimin nëse jo kështu? Jo, komunikimin e të bëhet me të tjerët. Po dhe të tjerët po thonë njëjtën gjë që kanë hendek të madh me lëvizjen vetëvendosje. Ta shohim si do të lëvizim tutje. Faleminderit shumë gjithëve. Faleminderit.